Zoti Garanxha, nga eksperienca juaj, në këto raste, mbas këtyre atentateve të cilat tregojnë një supremaci të botës kriminale, tani këtë skemi si e morën. Po më huam, bëj më keq sepse infektohet plaga. Ka bërë Ministria e Brendshme një plan masash, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë ka shkruar një se s'duhet përdor alert, po është krijuar një këndshmëri e madhe, është bërë diçka. Ka lëvizje, keni të dhëna? Gjithmonë mas ngjarjeve të rënda ka gatishmëri, sepse tash i bit bëhet tjetër, normal që ka. Tani në lidhje po lëvizën dhe këto liderat gjithandej në përgjithë rrugët e Shqipërisë. Në lidhje me sigurinë publike, se kemi dy koncepte, ndjekjen penale dhe sigurinë publike. Siguria publike në Shqipëri, domethënë duhet marrë masa që të me sistemin e kamerave. Pra, si që folëm në paraforcit, mos bëjë dhe përsëritje. Pra, këtu neve shtetit jemi vëndi varfër, duhet shtrëngohemi pak, edhe tenderat për shumë që bëhen, mos bëhen tendera fiktiv, po kamerat mundësisht blenë të pike prodhimit. Po të bëhet edhe pa tender fare, nuk ka nevoj për tender, për shumë bëhen në Kinë ato një kamerë 100 euro, po shko më shumë, se me tender shko 10 fish. E para neve, pa që bëjnë më burë, gjithë këtu shite nga... I 100 euro bëjnë ato, gjitha gjërat e tjera në Kinë këtë tjera. I hoqëm në këto kinezët në aeroport, sepse ishte çështje e sigurisë kombëtare, na hynin kinezët, na shikonin në aeroportin. Problemi është neve kemi... Kishin akseset e tyre. Po dhe tani ka marrë Motorola. Tani duke qenë se siguria publike, po bëhet problem, duhet mori masa trume. Edhe Motorola ka një dek kineze, po është e garantuar nga Amerikanë. Po pak ne kemi atë, Amerikanët, për para i kishin kineze, dhe ishte problemi ma, u bë alarmi ma. Kineze duke si kur kontrolën jetin, kontrolën të i. Tani këtu të keqje kamera për kontingentët, duhet kemi parasysh që kontingentët, kamera që kanë të shtëpia vetë, s'duhet ja heqim, sepse ai ruhet. Edhe makinat e blindume. Makinë e blindume është me targa, neve themi, s'do dalësh me makinë blindume. Pa i ka asëm, i bi që ta vrasin. Pra, ky është një veprimi i gabuar i policisë shtetit. Pra, ky që ka asëm, dil me makinë tamam. Ne ku ta gjem që ky dalim me makinë blindume, mundësisht edhe me një mjetë që të mbrohet. Neve këtë mrapsh. Pra, gëzojnë, do të bëjnë e qynë rezultat pozitiv që kam mbledh 10 makinat blindume që njerëzve që kanë risë që mund të vritën. Kjo është gabim shumë i rëndë që kanë bokta.